Numri 2 i Partisë Socialiste, Erion Velia, i ka treguar që e ka pas këtë fuqi. Ka çuar SMS. Po është në burg, mos e ka pas fuqinë se është në burg. Pra, vërtetimi që është në burg e tregoi që se ka fuqinë. Kjo është një prallë. Për prova thon Bushat. Sa jo kanë shumë të shpejtë në fund, po megjithatë. Lenci. Ta vazhdoj pikërisht këtu ku e tha Bushati. Dhe më vazhdoj këtu ke mas. Jo, miti i krijuar që duke qenë në liri një person i akuzuar dhe u përmendën 3 të tillë të pushtetshëm, qoftë Berisha, qoftë Beleri, i cili kishte një shtet të tërë pas, qoftë Erioni, i cili ka bashkinë, pavarësisht përpjekjeve të tyre, pavarësisht mënyrës se si mund të gjykohet dhe pushtetit që kishin. Si kishte Beleri shtet pas. Beleri kandidon në Republikën e Shqipërisë. Kandidon, tani do flasim shqip apo? Po shqip po flasim pra. Dhe në mbështetjet e tij ishte një shtet i tërë përballë dhe opozita shqiptare. Kjo është një vërtet shumë e thjeshtë. Tani, pavarësisht të gjitha mundësive që duken të pakufishme të këtyre 3 personazheve për të intimiduar drejtsinë, në të kundërt, ata kanë vajtur dhe kanë mbetur brenda. Dhe këtu fillon diskutimi. Tani, në mënyrë shumë telegrafike, do të thosha diçka. E para për debatin e madh për daljen e përgjimeve. Dolën nga dolën, kjo është një gjë e dorës së dytë, nga pikpamja e interesit. Në momentin që një gazetar vi i ka këto materiale në dispozicion, detyra e tij është ti publikoj. Dhe deri këtu besoj se nuk ka asnjë dilemë. Problemi këtu fillon edhe ndërlikohet kur mendojmë se sa të dobishme janë këto përgjime, çfarë sjellin të ri, të re në të gjithë debatin. E para, gjyqi në apel ishte për verifikimin e masës sigurisë ndaj Erion Veliet të marrë në datën 10 shkurt. Për materialet e mbledhura në dosje ndaj tij deri në atë moment, të cilat kishin quar në një masë tjetër sigurie. Se çfarë ndodhet në 11 shkurt, 12 shkurt apo më pas është krejt tjetër histori. Mund të hapet një dosje tjetër ndaj tij, por nuk ndikon në masën e parë. Dhe gjykatësi i apelit në këtë rast thjesht duhet të vlerësonte atë vendim që kishte marrë gjykata e shkallës së parë. Ndërhyrja e një korpusi të ri me dokumenta, përgjimet në këtë rast, të sjella si prova është i pavënd në proces. Nga ana tjetër. Një sekond. Nga ana tjetër. Pyetje. Ti thua që Velia duhet të rrinte në burg, mjafton me provat e vendimit të shkallës së parë. Jo, unë po them. Kishte nevojë për prova tjera. Gjykatësi do të duhet të verifikonte provat e mbledhura ndaj tij deri në datën 10 shkurt. I kishte, më fal, jo, gjykoi vetëm masa e sigurisë. Masa e sigurisë, po. Sepse ky vazhdon për prova. Futja e provave të reja. Po tjetër. Nuk e njeh procedurën një gjë të tillë. Tash ti do të thonë me kompetencë. Të ta them me kompetencë. Mund të rri deri në mëngjes, po ta them me kompetencë. Nëse ai ka vrarë një gardian burg, po është proces tjetër. Po ai se di si është. Jo, më fal. Jo, një sekond. S'ka fare gabim pra. Nëse ai vret ka nevojë për apel. Mendon që provat e reja nuk. Dëgjoj një sekond. Veç pyetje. Po mendon që nëse vin provat e reja, hap çështje tjetër. Po nuk e ngarkon këtë kjo çështje tjetër. Jo. Hap çështje tjetër. Pra, bër vepër tjetër. Duhet të fusësh juristë tani se shembulli që po e çon ti është vazhdimi para burgimit normalisht që ndikon. Shembulli që çove ti. Më dëgjoj. Ka marrë shkallës parë vendimin. Aty në hall, ja hapen në shembulli që dhe ti. Po një sekond. Shembulli që dhe ti. Nëse në datën 11 shkurt, Velia i vriste gardianin e tij. Kjo do të ishte një çështje tjetër. Procedura tani nga jurist, jo nga jurist popullor. Procedura një çdo provë shtesë, edhe sikur të ndodh gjatë kohës që zhvillohet seanci. Patjetër. Për të futur në dosje për themelin e gjykimit, jo për masën e sigurisë. Jo për masën, jo për themelin. Jemi tek masa e sigurisë. E dyta, një gjë që bën tmerrsisht shumë përshtypje. Kjo rilindje e cila kontrollon edhe shiun, edhe diellin në Tiranë, edhe lejet e ndërtimit, edhe PPP-t, koncesionet dhe gjithçka tjetër. Si ishte mundur që nuk arriti të kontrollonte dot vullnetin e një gardiani patronazhist që të shkonte të jepte Erion Veliet një telefon në burg edhe në shkeljet ligjit, edhe në shkeljet. Ja kanë për vet.
Unë them Velia është viktime e rilindjes, jo Spaku. Po them këtë gjë tjetër. Po them këtë gjë tjetër. Ku e gjeti telefonin? Jo ku e gjeti telefonin, mos është kartofoni i telefonit. Po them pra. Nëse do të ishte e gjitha kjo, nëse do të rruheshin nga një vepër tjetër penale e konsumuar ke telefoni me kabël i burgut. Për t'i shmangur këtë gjë, nuk do gjende një telefon, gjëja më banale. Po e kanë shitur Veliena. Por ata e donin brenda Olens, vetëm ti akoma se di këtë punë. Tu vetëm Spak ka. Tu ka parti. Ulçi është kujdes për përgjuesin. Si qelbësira nuk i thot kota i shkreti. Olens, vetëm ti nuk e di akoma që ka futur Rama aty. Ose nuk do të. Me dëshirën e Ramës. Kjo është kjo, prandaj s'ka Spak. Tani ju kur shikoni, ju identifikoni dëshirën tuaj dhe mendoni se kjo është e vërteta. Më lër mua ta shikoj siç e mendoj unë. Siç e mendoj unë. Unë po ta them edhe një herë. Nuk kishte pikën e interesit e Edi Rama të arrestoi Erion Veliaj përpara zgjedhjeve. Dhe kjo po tani të debatojmë edhe për këtë, është një lloj si të debatojmë a vjen e India pas mërkurës. Po Ulsiu para zgjedhjeve i bën grup parlamentar diskreditoi Erion Veliaj. Ulsiu para zgjedhjeve. Pse doi Ulsiu të diskreditoi Erion Veliaj? Po të marrim të gjithë korpusin e përgjimeve të publikuara deri më sot, apo dhe ndonjë gjë tjetër që mund të dalë më tej nesër. Nuk është se ka ndonjë gjë tjetër, është brenda formatit të Erion Veliajt, i cili e mendon se betejën e tij, dhe ky është keqkuptimi i madh i Erionit dhe është keqkuptimi i përgjithshëm në Tiranë në fakt, që betejat fitohen në tryezat e medias, në faqet e portaleve, dhe jo atje ku zhvillohet betejë konkrete. Pra, Erioni do të duhet ishte përqendruar në lëndën për të cilën është në akuzë, edhe jo tek betejat mediatike. Për fat të keq, viktime e kësaj është si politika, si drejtësia, si vetë media. Si vetë media. Tani më le të bëj unë çfarë të dua. Dakor, sigurisht do bësh, po ta ndajmë dhe pak kohën. Erioni në këtë aspekt, sa e morën? Po mos e keni debatuar kurse ku bën monolog. Dakor. Jo kemi mua. Jo kemi fare bloku. Tani ato që ka bërë Erioni për sa i përket raportet me mediat në një proces gjyqësor e ka bë kushdo në botë. E ka bë Donald Trump 4 vjet rresht. Dhe tani. E ka bë gjyqin publik mediatik. Gjëja që mua më duket ai ka shantazhuar çdo gjë. Por nuk ka politikan që nuk përdor hapësirën publike për çështjen e vet. Nuk e quaj këtë gjë një gjë të gabuar. Po sa po e quaj? Jo, një sekond. Jo, po them tjetër gjë. Thash, duke marrë gjithë korpusin e përgjimeve, Erion Veliaj po tenton të bëjë mbrojtjen e tij në këtë segment edhe në segmentin mediatik. Tani gjëja që nuk shkon. Ka rënë në përgjim nga telefoni. Shiko. Erion Veliaj sipas te ka rënë në përgjim nga gabia e telefonit apo është përgjuar me urrë të Ulsiut? S'ka lidhje Ulsiu. S'ka lidhje Ulsiu këtu sepse nuk mundet ministri i drejtësisë të jap leje për përgjimin. E kërkon prokurori e miraton gjykata. Do të ta transferon. Nuk ka lidhje ekzekutivi në këtë rast. Ajo që mua më duket. Drejtoria e burgjeve nga varet. Ajo po s'ka lidhje me këtë mërbur. Atë thotë që këta është serioz, edhe nuk i tregojnë Veliaj që shiko po vendosin për Veliaj vetë e dinte këtë gjë, e dinte këtë gjë që ishte në të përgjim. Ajo që për mua pasaj është maksimumi i skandalit dhe që është të rësisht e padurueshme, ka të bëjë me standardet e 2 fishta apo të shumë fishtat të cilat ne përdorim në gjykim. Shikoni dy njerëz të cilët kanë një bazë me drejtësinë. I pari quhet Sali Berisha, i dyti quhet Erion Veliaj. Po. Një i djathtë, një i majt. Të dy kishin këtë bazë me drejtësinë dhe i pari në 300